ditareve private të ish drejtorit të Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive në Shtetet Bashkuara, Anthony Fauci, ka rihapur debatin politik dhe shkencor mbi menaxhimin e pandemisë së COVID-19. Sipas një analize të publikuar në Washington Examiner, shënimet e Fauci të bëra publike nga senator republikan Rand Paul përmbajnë deklarime që kritikët tonë se bien ndesh me qëndrimet publike gjatë pandemisë. Artikulli pretendon se Fauci kishte shprehur privatisht dyshime mbi efektivitetin e disa masave kufizuese dhe kishte diskutuar herët mundësinë që tregu i Vunanit të mos ishte burimi fillestar i virusit. Sipas autorit, këto qëndrime ndryshojnë me mesazhet që Fauci dha publikisht në vitet e pandemisë. Në analizë thuhet gjithashtu se dietarët përshkruajnë përpjekjen e Faucit për të kundërshtuar kritiket e tij dhe tregojnë rëndësinë që ai i kushtonte rolit të tij publik gjatë krizës shëndetësore. Publikimi i dokumenteve vjen në prag të dëshmisë së Faucit para Senatit Amerikan në kuadër të hetimeve për origjinën e COVID-19 dhe menaxhimin e pandemisë. Senatori Rand Paul, një prej kritikëve më të ashpër të Faucit, ka deklaruar se dietarët ngren pikpyetje mbi transparencën e ish-zyrtarit. Nga ana tjetër, shumë shkencëtarë dhe organizata të shëndetit publik kanë celsuar akuzat ndaj Faucit si të pambështetura dhe kanë bërthyer që debati të mbështetet në prova shkencore. Debati mbi origjinën e pandemisë mbetet i hapur, ndërsa disa agjenci amerikane kanë vlerësuar se një incident laboratorik është i mundshëm në nivele të ndryshme besimi. Shumë studiues vijojnë të mbështesin teorinë se virusi kaloi natyrshëm nga kafshët tek njerëzit, duke theksuar se nuk ekziston ende një përfundimtar i pranuar nga gjithë institucionet shkencore.